Studentja Mirela Ruko, e cila I jolli salcë të kuqe në kokë ministres të arsimit Lindita Nikolla, pak orë pasi doli nga komisariati ka dhënë intervistën e dytë ekskluzive për Ring TV. Ajo thotë se akti që kreu ishte një përgjigje gjithë reformave të gabuara të kësaj qeverie dhe nuk ndihet as pak e penduar. Studenti në Shqipëri ka shumë arsye për të protestuar, ndaj ajo që ndodhi ndaj ministrës ishte një akt proteste. Ka qenë komplet rastësore, nuk e kemi ditë që ministra do të jetë aty, por kemi shkuar me mendimin se do e gjenim. Thjesht për një lëndë që e njollos, por që nuk e dëmton nga ana fizike. Studentja Ruko thotë se ajo dhe të rinë televizjes për universitetin nuk do të ndalen këtu për do të marrin dhe akte të tjera deri në ndryshimin e politikave të arsimit në vend. Madje ajo thekson se aksionet e ardhshme do të kenë synim edhe dorëheqjen e ministres Lindita Nikolla. Lëvizja për universitetin, gjitha deklaratat e saj që ka mbajtur publike për media, ka thënë që do vazhdojmë me akte rezistence, në përputhje me veprimet që bëjnë edhe kryetarët ose si thua drejtuesit e institucioneve përkatëse. Ata heshtin ndaj zërit tonë, sigurisht do bëjmë pamundur që zëri jon dëgjohet, deri qoftë edhe të përfundojmë qelive. Lëvizja do I shkojë deri në fund kësaj çështje, duke kërkuar pushimin e saj nga puna. Mirela Ruko nga dje në mbrëmje kur dhe derdhi salcën mbi ministren Nikolla po hetohet në gjendje të lirë dhe mbi të rëndojnë dy akuza, ajo e cënimit të figurave publike dhe rendit publik.